po ka njerëz që besojnë që nëse Irani kish me pas bombën atomike mas pari e gjunë në Arabinë Saudite edhe ka njerëz që analizat të tilla. Ata janë të merruar dhe po kërkojnë qartësi që në rast se është kjo situatë, nëse ju po lejoni Iranin, atëherë na lejoni edhe neve që ndërtojmë edhe ne, domethënë Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite, Jordania, sepse këto ndihen më shumë të rrezikuara nga një fuqi potenciale nukleare. Kurse Izraeli ka 90 koka nukleare. Nëse do ndikosh në luftë nukleare, atëherë paramendosh ka domethënë për njerëzimin. Rreziku që ekziston, rreziku është i sigurt. Këta njerëz që udhëheqin me Iranin, i kemi pa për shembull çka ka ndodhur në vendin e tyre, vetëm në 3 vitet e fundit më shumë se 2003 të reja janë varur në qendër qytetit, vetëm se kanë kërkuar që të heket Shamia. Është ajo vajza e re 18 vjeçare Amin, që ka qenë me vëllavnëve 16 vjeçar të ujës rrugës, vetëm se i kanë dalë flok këto shërbimi sekret ja përplas kokën për veturë, shkakton gjakderin tu dhe vdes. Me ditë të tona ka pas proteste, cilat policia nuk i gjujke gazlëcjelës, po me snajper, 2000 të varën në qendër qytetit, mos të flasim për njerëz vramë në protesta. Do të thonë kemi një me të bëjmë, nëse një bombë atomike bjen në duar të këtyre njerëzve, nuk e di kush, po do implikon të shumë shka. Në këtë formë, Zarifi, pra, a e dëshmuan Shtetet e Bashkuara të Amerikës këtë supremacin në aspektin ushtarak, le themi global, duke ndërhyrë në një situatë tillë pavrejtshëm me avion dhe po flasim pra për një bunker 90 metra nën tokë, të cilën paktën informacionet deri tashme thonë se e kanë shkatruar me atë raketën e tyre tashmë speciale për raste të tilla. Prej vitit 2009 deri në vitin 2017 edhe vetë interesat e Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dëmtu për shkak se Shtetet e Bashkuara nuk janë larguar shumë prej rajonit, saqë edhe vendet arabe ja kanë pas nisë me menduar çka është qëllimi i Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë për shkak këto sa i përket supremacisë nuk besoj që ka pas dikush dilema. Mirë po është në interes të rajonit që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të rikthehen në rajon dhe të marrin rol shumë më të madh. Këtë dëshirojnë gjithë aleatët e saj, dhe këtë kanë prikë të gjithë kundërshtarët e saj. Natyrisht se kjo ka një kosto të madhe për një ushtri, për një shtet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës në të jetë prezent në atë pjesë të rajonit. Mirë po që ambot me gjithë atë në funditës po duhet me pagu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse pa Amerikën nuk ka pa që mbot. Rikthimi në atë pjesë të besoj se është edhe kusht i vetëm për arritjen e një paqeje dhe potencialisht për krijimin e një shteti palestinez, domethënë sipas planit të moqëm. Në çfarë situate pra krijon edhe ky fakti që në Shtetet e Bashkuara të Amerikës presidenti është Donald Trump, pra është një politikan jo bashkëkonvencional, pra kishte të lashe edhe në periudhën kur ishte Biden president, kishte të lashe edhe madje shtatëtori ndodhi në periudhën kur ai ishte president. Pra kur Biden ishte president, madje fluturoi me ato përcjellje speciale shkoi në Izrael, mirë po nuk pati sulm të tillë ndaj Iranit. Fakti që është Donald Trump, ai vendos në një rrezik më të lartë, pra mundësi për eskalim të situatës atje. Është jo konvencional presidenti Trump. Mirë po dhe një gjatë dihet që vendimarrjen e ka të shumë më të shpejt. Domethënë është një person që vendimet i merr shumë shpejt. Këto kemi pa edhe në mandatin e parë. Nuk është dikush që pret shumë kohë të gjatë. Ai përmeni 2 javë ditë, mirë po faktikisht mas 3 dite bombardoi tri bazat fjorë, po. Është krejtësisht tjetër president dhe është i paparashikueshëm, megjithatë orientime strategjike të pasës dhe orientime strategjike të Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shumë e qartë që presidenti Trump i ka parasysh. Unë po them edhe një herë, do të ishte katastrofë njerëzimit sikur se Iranit prodhonte bombë nukleare.